Si të mbrohesh nga syri i keq dhe energjitë negative. Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot me miqtë tuaj. Nëse je këtu, ka shumë gjasa që së fundmi ke ndier diçka të çuditshme. Një peshë të rëndë në gjoks pa arsye. Gjërat që deri dje shkonin mirë, papritur filluan të prishen pa shpjegim. Ndoshta dikush të ka parë me zili, ndoshta ke kaluar pranë një energjie të rëndë. Quhet syri i keq. Dhe po, ai ekziston. Edhe pse shkenca nuk e pranon, zemra jote e di të vërtetën. Sot, për minutat e ardhshme, do të tregoj gjithçka që duhet të dish, si ta njohësh, si ta heqësh dhe, më e rëndësishmja, si të mos e lejosh më kurrë të prekë. Çfarë është në të vërtetë syri i keq dhe energjia negative? Le të flasim hapur. Syri i keq nuk është thjesht një supersticion i gjysheve. Është një formë energjie e ulët që lind kur dikush të sheh me zili, urrejtje apo edhe me admirim të tepruar pa të bekur. Në çastin që ai person mendon, pse ja ka Zoti dhënë kaq shumë atij dhe jo mua, energjia e tij negative kthehet në një shigje të padukshme që të godet ty. Edhe djalli e përdor këtë kanal, sepse zilia është dera e tij më e madhe. Kjo energji mund të vijë edhe nga vetë ti. Kur e nënvlerëson veten, kur mendon nuk e meritoj, hap derën që energjia negative të hyjë brenda. 9 shenjat më të qarta që ke syrin e keq ose energji të rëndë. Dëgjoj mirë këto 9 shenja. Nëse ke të paktën 3, je prekur. Gjithçka që deri dje shkonte mirë, papritur fillon të prishet pa arsye logjike. Ndihesh vazhdimisht i lodhur, edhe pse fletet deri 9 orë. Ke dhimbje koke të vazhdueshme, sidomos në pjesën e ballit dhe të syve. Korrenkt dhe panik pa arsye, zemra të re sikur do dal nga kraharori. Ke ëndra të rënda, makthe ku të ndjekin njerëz ose kafshë të zeza. Ke grindje të papritura me njerëzit më të dashur, pa arsye reale. Ndihesh sikur je i bllokuar, asgjë nuk ecën përpara, sikur ke një mur të padukshëm. Të prishen vazhdimisht gjërat në shtëpi, llamba digjen, telefoni bie, çelësat zhduken. Njerëzit rreth teje fillojnë të sillen çuditshëm, të shmangin ose të kritikojnë pa arsye. Nëse thua vetë në koment, sa prej këtyre i ke përjetuar muajin e fundit? Si të pastrosh menjëherë energjinë negative, 7 ritualet më të fuqishme. Një banja me krip deti uthullmolle, më e fuqishme absolute, merr një legen ose vaskë të madhe me ujë sa më të nxehtë që e duron lëkura. Hidh 7-11 lugë gjelle krip deti të trash, jo krip e imët jodizuar. Shto 7 pika uthullmolle të papërpunuar me nënën brenda. Për efekt edhe më të fortë, shto 7 gjethe dafine të freskëta ose të thara. Para se të hysh në ujë thuaj me zë. Me fuqinë e Zotit të Madhërisëm, me fuqinë e kripës që thith çdo të keqe dhe uthullit që pret çdo magji, çdo sy i keq, çdo energji e zezë largohet nga trupi im, nga shpirti im dhe nga shtëpia ime tani dhe përgjithmonë. Qëndro 11 deri 21 minuta. Ndërsa je në ujë, imagjino një dritë të bardhë që hyn nga maja e kokës dhe të pastron çdo qelizë. Kur të dalësh, mos e shpëlaj trupin me ujë të pastër, lëre kripën të thahet vetë. Ujin e përdorur hidhe aty ku nuk kalon njeri, në një pemë, në kanal, etje. 2. Djegja e bimëve i plot me sherebel të bardhë dhe livan mashkull. Ndes një lidhse sherebele të bardhë, nëse nuk ke, temjan livani mashkull është zëvendësues perfekt. Fillimisht hap çdo dritare dhe derë të shtëpisë, energjia negative duhet të ketë nga të dalë. Filloni nga hyrja kryesore dhe ecni kundër akrepave të orës në çdo dhomë. Në çdo cep thuaj. Në emër të Zotit të Gjithfuqishëm, çdo shpirt i keq, çdo sy i keq, çdo energji e ulët largohet tani me këtë tym të shenjtë. Kaloni tymin poshtë shtratit, brenda dollapëve, pas pasqyrave, pasqyrat janë porta të mëdha. Në fund kalojeni rreth trupit tuaj, nga kokat e këmbët, përpara dhe prapa.
Hiqni hirin vetëm të nesërmen, lëreni të punoj gjithë natën. 3. Lutja e fuqishme 7 herëshe me fryrje mbi ujë. Merr një gotë me ujë të pastër. Lexo mbi të. 7 herë surja El Fatiha. 7 herë Ayatul Kursi. 7 herë Ikhlas. 7 herë Felek. 7 herë Nas. Çdo herë që mbaron një sure, fry mbi ujë duke imagjinuar dritë të bardhë që hyn brenda. Pi gjysmën e ujit dhe me gjysmën tjetër laj fytyrën, qafën dhe gjoksin. Bëje për 7 ditë rresht, edhe nëse ndihesh mirë që ditën e parë. 4. Vaj i ullirit me 7 thelpin hudhër 7 kokra piper të zi. Merr një shishe të vogël vaj ulliri extra të virgjër. Shtyp 7 thelpin hudhër të freskëta dhe hidhi brenda. Shto 7 kokra piper të zi të plotë. Lëre 7 ditë në diell ose pranë dritares. Çdo natë para gjumit lyej. Me syve, pika e 3. Pas veshëve. Në qafë. Në kyçet e duarve dhe këmbëve. Ndërsa lyen thuaj, me fuqinë e Zotit dhe erën e hudhrës, çdo syri i keq digjet dhe largohet. 5. Rituali i 7 specave djegës të kuq, ritual shqiptar 1000 vjeçar. Merr 7 speca djegës të kuq të tharë, sa më djegës aq më mirë. Hidhi në një tenxhere me ujë të valoj. Lëre të zjejnë derisa dhoma të mbushet me avull djegës. Ec me tenxhere në për çdo dhomë, kujdes të mos digjeni. Thuaj, si digjen këta speca, kështu të digjen çdo sy i keq dhe çdo magji që më është bërë. Kur të ftohet uji, hidhe jashtë shtëpisë, larg nga dera. 6. Hekuri dhe thika në njastëk, tradicional shqiptar malsor. Merr një patkua të vogël hekuri kali, nëse nuk ke, një gosht e madhe hekuri ose një thikë e vogël. Vendose poshtë jastëkut ose poshtë dyshekut pikërisht te koka. Thuaj para gjumit. Hekuri për çdo të keqe, çdo syri i keq thyet mbi të, unë flej mbrojtur dhe i qetë. Lëre aty për 7 net rresht. 7. Zjarri i 7 qymyrit dhe temjan livani, për raste shumë të rënda. Merr 7 copëza qymyr të ndezur mirë. Hidh mbi to temjan livani mashkull dhe pak rëshirë. Ec në për shtëpi duke mbajtur mangallin dhe thuaj. Zjarri diqte çdo të keqe, tymi i livanit ngrihet lart dhe merr me vete çdo syri i keq, çdo magji, çdo zili. Kur të mbaroj, hiq hirin larg shtëpisë dhe laj duart me ujë dhe krip. Përdori të gjitha 7 ritualet njëra pas tjetrës nëse ndjen që je prekur rënd, ose zgjidh 2 deri 3 që të rezonon më shumë dhe përsërite për 7 ditë pa ndërprerje. Pas 7 ditësh do të ndihesh si i lindur. Nëse e bën këtë me besim të plot, energjia negative nuk ka asnjë shans. Thuaj amin nëse do ta provosh këtë javë. Mbrojtja afatgjat, si të mos të prek më kur syri i keq. Tani që e pastruam, le të ndërtojmë një mburoj të pathyeshme, çdo mëngjes thuaj 3 herë. Unë jam i mbrojtur nga drita e Zotit, asnjë sy i keq dhe asnjë energji negative nuk më prek dot. Bish gjithmonë një gjypër të vogël të argjend ose një sy blu të vogël, nuk ka rëndësi nëse je besimtar apo jo, funksionon si kanalizues energjie. Mos trego çdo gjë të mirë që të ndodh, disa njerëz të duan, por zilia e tyre është e pavullnetshme. Kur dikush të lavdëron tepër, thuaj menjëherë brenda vetes, mashallah ose Zoti të bekoft, kjo e kthen energjinë pozitive dhe e shkatëron zilin. Rrethohu vetëm me njerëz që të duan vërtet, energjia e tyre të mbron më shumë se çdo amulet. Fuqizimi i brendshëm, sekreti i vërtet. Mbrojtja më e madhe nuk është jashtë teje, është brenda teje. Kur ti ndihesh i denjë, i fortë dhe i dashur nga Zoti, asnjë sy i keq nuk të prek dot. Çdo ditë përsërit këto afirmime me zë të lartë, unë jam i bekuar dhe i mbrojtur. Çdo gjë që më takon vjen tek unë lehtë dhe me bollë. Unë jam dritë dhe drita shkatëron çdo errësirë. Askush dhe asgjë nuk ka fuqi mbi mua përveç Zotit. Përfundimi dhe lutja e fundit.
Tani merr frymë thellë. Ndjej si çdo peshk po largohet nga ti. Ti je i lirë. Ti je i fuqishëm. Ti je i dashur nga Zoti dhe i mbrojtur nga engjël. Për të gjithë ju që po dëgjoni, Zoti ju pastroft nga çdo sy i keq. Ju mbush zemrën me dritë dhe paqe. Dhe ju dhënë sukses në çdo hap që hidhni. Amin. Nëse kjo video të ndihmoi, shtyp like, shkruaj amin në koment dhe ndaje me dikë që e do vërtet, ndoshta pikërisht ai person ka nevojë ta dëgjojë sot. Shihemi në videon tjetër. Qofshi të bekuar të gjithë. Paqe dhe dritë.